njohje me terrenin. Zoti Berisha, ju dini rrugët? Duhet të ditë gjithë bashkëpunëtorët e mi, se unë i di, po janë ta bashkëluftarët e mi. Janë dhe bashkëluftarët e mi që duhet ditë të gjitha drejtimet nga do të dhe që do t'jenë fushat e demonstratave dhe protestave të fuqishme të ardhshme. Urdhë, e thash dhe njerë, do t'jetë kryeministria, do t'jetë parlamenti, do t'jetë Surreli, sepse këto janë qendrat e krimit. Qendrat e krimit. Ky parlament është ndërtuar mbi farsë elektorale. Kryeministria është pushtuar komplet nga Edi Rama. Kryeministria është sot ndërtesë krimi, të shëmtuar, të gjithanshëm, dhe Surreli, siç e pat ju, del me aferat më të pa imagjinueshme, me pengmarrje dhe gjëra të tilla. Pra këto tre qendra do t'jenë në fokusin e popullit protestues. Me radhë, me një fjalë, shpëtim nuk ka. Edi Rama është rrethim, Edi Rama nuk ka shpëtim. Jo. Nuk jep dorëheqjen ai, do ta heqim ne.